Si Lidhja Demokratike e Kosovës, por edhe si grup parlamentar, në seancën kur është shqyrtuar ky projekt ligj, e kemi thonë edhe me bindje, po edhe nga përvoja së kaluarës, se ligji për sigurimet shëndetësore nuk duhet të trajtohet si një dokument në letër. Duhet të trajtohet si diçka që konsiderohet themel edhe i sigurisë tonë shëndetësore, por edhe i dinjitetit pacientit edhe të ardhmes së sistemit tonë shëndetësor. Fatkeqësisht mënyra se si është trajtuar këto ditë në mes të seancës së parë dhe seancës së sotme dhe mënyrës së shpejtuar, pa mundësi debati publik, pa kohë të mjaftueshme për ekspertët e jashtëm, pa kohë të mjaftueshme për odat dhe profesionistë të tjerë shëndetësor ose pjesën menaxheriale organizative të sistemit tonë shëndetësor. Edhe kjo çështje shkel e shka jo vetëm që nuk e funksionalizon këtë ligj, po e dëmton drejt për drejt besimin e qytetarëve edhe vetë përpjekjet për të ndërtuar një shëndetësi të zhvilluar edhe të qëndrueshme. Sigurimet shëndetësore nuk mund të mbesen premtime në letër apo mjet për fushat zgjedhore. Po këto po e shohim para syve tanë. Kjo kërkon përkushtim real, planifikim serioz dhe mbi të gjitha zbatim të drejtë dhe transparent. Çdo vonesë, çdo paqartësi dhe çdo keq menaxhim ka pasoja në jetën e qytetarit dhe të pacientit. Ligji nuk duhet të degradohet në formën e tillë të mos transparencës, po i dashur ta bashkojë të gjithë spektrin politik, profesionist edhe të jetë mirë i përgatitur me një punë që nuk reflekton vetëm qasje sa përsye faqe, po seriozitetin që ka ky sektor jetik. Ne kemi dhënë përkrahje në parim, me besimin dhe vullnetin më të mirë. Prap do ta përkrahim, me përkundër të metave dhe qasjes jo konstruktive të shumicës parlamentare. Nëse e shihni kalendarin e thirrjes së mbledhjeve të komisionit, është për keqardhje. Nëse e shihni mungesën e titullarit, ministrit që të vijë të debatojë me deputetët e Kuvendit të Kosovës për një projekt ligj tepër të rëndësishëm, është për keqardhje. Pa asnjë arsye. Po të kishim ndonjë arsye, edhe ne do të kishim qasje tjetër, nuk po quaj jo konstruktive, po shumë konstruktive ashtu siç që kemi pas. Domethënë qytetarët janë më shumë të panjohur asaj përket implementimit të këtij ligji. Reforma shëndetësore këto 6 vite lën për të dëshiruar. Sistemi informativ shëndetësor nuk ka asnjë raport që është bërë progres në këtë drejtim. Janë shumë elemente edhe tjera që janë legale. Janë punëdhënësit, punëmarrësit, normat para mendoni kanë mbet normat e propozuara ashtu siç ka qenë para 10 viteve. Dhe nuk ka asnjë arsyeshmëri, asnjë analizë pse duhet të jetë më vogël ose pse më e madhe. Pse paga minimale sot është më e madhe dhe atëherë ka qenë më e vogël. Domethënë këtë këto tema japin për të kuptuar që kjo çështje nuk është serioze, por ato që keni vendosur në letër, ne do t'i japim një shans këtij ligji të ri dhe do të presim, po mbi të gjitha do të kërkojmë llogaridhënie në implementimin e tij, edhe pse jemi shumë skeptik në këtë drejtim. Faleminderit shumë.